Sa e di edhe ky në fillim ka qenë edhe ati, së koni kapshën. Në rregull. Njëjtët kondita janë me këta, njëjtët. Avukatën Ram Dreshaj, Rajno Abdullah, që e mbrojtëse në avukatën Arnisa Sali. Raporti dëmtuarës prezanton askush. Grupi gjykatës është ndërveret njëjtë. Ka punë shtetëror mbrojtje në shqyrtimit, I njëjti është i ardhur në vikund. Proces gjyqësor janë 2 akuza të cilat janë duke u shqyrtuar. Se në këtë proces gjyqësor janë 2 akuza për shqyrtimit në këtë rast. Dhe sa I përket dëshmitarit Arben Selmanaj, një që ndrojnë edhe në shqyrtimin gjyqësor të datës se titullin për lexoj po thot 15/01/2024, shqyrtimi gjyqësor vazhdon me datën 19/03/2024. 15/01/2000 edhe njëherë Luma? Do me thonë në shqyrtimin gjyqësor të lëndës PKR 170 thy për 20. PKR 170 thy për 20. thy për 20. Datës? Vazhdimi I shqyrtimit gjyqësor I datës 15/01/2024 edhe vazhdon me shqyrtimi gjyqësor vazhdon me datë 19/03/2024. 2024 dhe datë 19/03/2024 në ora 14:38 minuta. Mbesim pra propozimit që të lexohet dëshmia e dëshmitarit Gazment Hoti ashtu siç është propozuar në aktakuzën kundër Ilir Abdullahut. Përkatësisht mbesim pranë të gjitha propozimeve që janë propozuar në këtë aktakuzë për dëshmitarët. Hotin tash ka me lexuar, veç konkret. Dëshminë e Gazment Hotit. Ajo është I propozuar edhe në aktakuzën e I propozuar edhe në aktakuzën e Raim Abdullahut. Veç cilën deklaratë me lexuar. Që disë ta marrë me proces verbal. Gazment Hoti e ka dhënë deklaratën në shqyrtimin gjyqësor të datës A ta lexoj edhe këta numrin PKR-n edhe njëherë se... Ashtë I njëjti numër? Po, PKR 170 për 20, proces verbali titullin e mban, vazhdimi I shqyrtimit gjyqësor të datës 29/03/2021. Shqyrtimi gjyqësor vazhdon me datë 28/04/2021 në ora 9:30 minuta. E kërkut për Gazmendin edhe për dhe me thonë mbesin për këtyre I precizova edhe me proces verbale. Sa I përket dëshmitarit që është
Emine Zeqirit. Sa I përket dëshmitarëve, tash të fshi, ose apo shkon një nga vetë? Jo, qëto që I paraqitet ju si... Po. Ka akuza për A rajin. që do një me si Po janë disa, apo shkon një nga një, apo qysh? I duket jemi të qartë, sa I përket dëshmitarëve që janë paraqitur në akt akuzën e datës 2/9/2024 që lidhet me Rahim me Ilir Abdullahun, I mbesin pranë të gjitha propozimet, duke përfshirë edhe shtesën për Abedin Canollin, I cili është I propozuar edhe në akt akuzë të Rahim Abdullahut. Edhe Abedin Canollin, Duke përfshirë edhe dëshmitarin Abedin Canollin, tash duhesh me konkretizu edhe për ta secilin. po, Abedin Canolli është I datës, ka dhënë dëshmi në datën 27/11/2007 në polici. Datës po, janë polici. Dhe po ashtu, Është lidh me atë shëtësi. është I propozuar edhe në akt akuzën e Rahim Abdullahut. Në rregull, veç a ndryshon data dhe Jo, nuk ndryshon data. mos ti përsëri se Po, në rregull. Veç këta janë dëshmitarët që kanë mu dëgju në për të dy të pandehurit që I kemi në shqyrtem. ndërsa për dëshmitar tjerë që I cekon më larg. Duke filluar nga Mona Ismaili, Që Mona Ismaili, që po I përmenu, si kam edhe tjezune, Mona Ismaili, Nga një, kështu që mos dërhyjune. Ndërsa për dëshmitarën Mona Ismaili, po, Esma Ismaili, Bejtullah Mehmeti, Bekim Gjela, Selim Krasniqi, Syl Hoxha dhe Arben Berisha hekim dorë nga dëgjimi I tyre, sepse ata lidhen vetëm me momentet kritike, nga dëgjimi tyre, sepse ata lidhen vetëm me momentet kritike të vrasjes së triumfrizës nga ana e në momentin e ditës kritike, momentet kritike. Po, Nga ana kur është vra triumfriza. Dhe ata e përshkrujnë vetëm momentin e vrasjes dhe veprimet momentin e vrasjes, ato që I kanë dëgju krismat dhe se kanë parë një person duke u larguar nga vendi I ngjarjes. Zulu dhe nga brunë sa ozat e kaluar, Ja, kem një risi e kem. Ram Berisha, Mona Ismaili, deklaron se Esma Ismaili. sa I përket dëshmitarëve Mona Që Ismaili, po jesh dorë po flas, po jesh dorë sa I prokurori. përket dëshmitarëve që u deklaru prokurori se heq dorë, Mona Ismaili. Ema, Mona, Esma, Bekim Gjela, Ismaili, Bekim Gjeli, Arben Berisha. Në çfarë arsye e hek dorë, vish ta di se të shivendosin çka po bën me ta. po tash është çështja e prokurorisë, këto tash nuk E thash gjyqtar, nëse doni edhe një herë përsëris. nëse e ke përcjell, kjo e dha Te Mona Sylla për shembull, na e dim, kemi informacion që ka vdek, ka ndruar jetë. Mona Ismaili. Te Mona Ismaili. Kjo hoqi dorë për Po ka hek dorë bie, po mbrojtja me qenë se unë I kem lexuar në deklaratat e tyre të dhona edhe polici, edhe prokurori. Ja, në këtë proces jo si kam lexuar. Qysh? Këtë proces jo është lexuar për Adilinën edhe Zanfinën, jo për të dyta. Jo, nuk ka flasë, unë I kom në këtë akuzë I ka propozuar. Janë të propozuar, është e vërtetë, po unë për ata I konstatua dhe kërkua sharep. Tash prokuroria e vlerësoi që heqim dorë dhe arsye pse po heqim dorë, nuk e di pse vetëm sa I përket unë kërkova mendim tonin sa I përket propozimeve policie.
Ndërsa për këto që heku dorë, s'ke Mirë, se ka hek dorë. Mirë, po pas, në qenë se ka interes mbrojtja që të lexohen, sidomos deklarata e Mona Ismailit, të ndjerës, që ka thonë në gjykat, ka interes të lexohen. Po, ka interes. Kur të vjen propozimi, se edhe sa të thonë fjallën ty për me propozu të kryjnë njerë me dëshmitar prokurisë, po vesh edhe një fjali, po du, të futët procese në rregull. Në rregull. Jena vim ma vorë. Shkoj me radhë, deklaroj njerë për propozimin e forë, për më lezu. Se pari mbrojtja ka shumë pështirë, tjetë propozim konkret edhe qarë, me qenë se prokuroria kanë mbru disa herë regjistrat e dëshmitarëve. Edhe tashmë në kanë përzi, të Rahimi në kanë përzi edhe të Iliri. E ti klasifikon, Rahimi të qëta, për Iliri në qëta. I të shifroj ma. Që edhe njerë Në procesu pak, du me pas pak shkrume. Ati edhe njerë gjyshtarë. Jo, shkrume du me pasu. Shkrume për shkrume gjykatë. Shkrume. A ti me deklaru t'i shka lidhe me propozimin? Që kjo lidhe me propozimin, i du, mbrojtja i dëshiron gjitha këto ndryshime e këto që i propozojnë prokuroria, t'i shkrume. Prokuroria. Edhe atëre një fjallë që më dhonë mendim. Nga ja që u deklaru? Për disa që të lexohen dhe disa... Si në bo bashkë, kur? Specifikohet për të akuzurin i lira Abdullah. Gjyshtarë, edhe kja fjali, i lutem, pak të akuza shkojnë të bashkëryrje. I lutem, do të shmitarë bërë për to, do për to zbarë. I lutem, keni kujdes në vit profesionale, edhe ligjore. Jo, në të edhe pitit mija, se kom herë në parë. Në shpëtu edhe të futët proces se nuk kemi kur gjëtë qarë. Ta e në bashkëryrje e të shmitarë për ato, të shmitarë për ato. Me që e ki fjollen, a ki dhe diçka me shumë? Ja, futë që të e proces janë thonë, me qenë se nuk ta e në bashkëryrje. Edhe një lidhje me dëshmitar që... Qa u diskutu këtu? Si e kam kuptar, avokat? Këta që i cekit i kanë të bëjnë që e që dorë. Ndërsa këta që propozojnë me ledzu. A ki me shtu diçka i? Jo, me ledzu së propozojnë kërgjona, ato e me ndigju. A ki me ndim, a ki me ndim. To e me Pa me ndigju. të njerë me sharu gjyqtarë, po edhe për... Jo, në sharim, veç me shkip du, ku që tjetër, sharim. Jo, për proces për... Prokuroria. është shenume. Të gjithë, edhe njëherë vesh me përsërit se e keni të shenume. Të gjithë dëshmitarët që janë propozu në akt akuzën e Ilir Abdullahut, që e mban datën 2/09/2024. Të gjithë kemi propozu edhe janë përfshin me numrat proceseve. Këtu shtuot edhe Abedin Canolli, për arsye se ky dëshmitar Vish ma në dalë, këtu shtuot edhe dëshmitar e Abedin Canolli, sepse ky dëshmitar është i përfshirë në akt akuzën e Rahim Abdullahut. Akt akuza e Rahim Abdullahut i ka dëshmitarët e njëjtë, e ka Shefqet Rizën, Visa Rizën, Adelina Ismailin, nështë s'ka nevoj një shenu se i kemi shenu vesh për ta. Po, mos t'i përsëritim. Po i ka. Unë i lexova veç ata që janë përjashtu. Ilir. Unë i kom lezu veç ata që i kom hek për arsye se e tha edhe avokati, Mona Ismaili është e ndjerë. Janë të njëjtë përveç atyre që u deklarova se heqi dorë. Po, sepse Mona Ismaili është e ndjerë. Përveç atyre se deklarova se heqi dorë nga dëgjimi tyre dhe leximi i deklaratorëve të tyre. Për arsye të lartësimit. Po, se elaborova, po nëse ka nevojë për se rrezik. Veç ndëgjoj më mendje edhe një. Për pjesën e dëshmitarëve që prokuroria hoqi dorë për të dëgju edhe për të lexu deklaratët të tyre, në rast se ti ki vreti ose ki interes me propozu, mu dëgju ndonjëri prej tyre, mund është në pjesën kur pet fjala për plotësim prova të reja nëse kiti me propozu. Edhe ne si gjykatë e vlerësoj. Ndërsa, tani është fjala jote mu deklaru në lidhje me dëshmitarët, Arben Selmani, Gazmend Huti,
Abedin Canullin edhe Emine Zeqiri si dëshmitarja A, që është identifiku në parashtrisë. Për këta tash nëse ki ndonjë mendim, për disa e ke elaburu edhe në parashtrisat e maheshme, po për mos me ta mohu të drejtën, nëse ki me shtu diçka, urdhna lutna për proces. Nëse ju, për këta tjerë, ki mundësimi propozuti, nëse ki interes me propozurin. Është për Arben Selmani. Arbinin, Po. këta veç ke dhonë për qëptin, sa unë Po dhonë, po fjallë, pse jatë mijat nuk ka problem. Jo, në regull. Ja fjallë të mija. Në regull është. Po, Pra me ki mundësin, se ne endës kemi vendus. Po, para da. Është Arbini, Gazmet Huti, Mas pari Gazmen Hoti, si pas informacionave që kom, se divish, a gjallë, për më thonë Petrasi. Prokuria ka pushtetin, në të vërteta, të në mund bisedojmë. Informacioni jam, thot që ky nuk është. A? A dhe të më Mbrojtësi. Lidhur me propozimin e prokurorës për lexim të deklaratave të dëshmitarëve, edhe për dëshmitarin D2 veç keron për Kom dhonë, po për shta unë e thash, për shta, se kur kom lecu edhe i herë, në të vërtet kom shumë dilema. Ne jemi bazu në ato që ka deklaruar. Nga fakti se prokuria po bën seleksionim deklaratave dhe të shmitarëve. Lutna veç propozimi konkret i yti cili është dhe ne vendosur. Mi thirë. Për cëllë të fjole? Për Arbenin. Dëshmitarëve, Arben Selmani. Po. Vesh se dia ki të qartë për Arbenin, a ditë kemi diskutuar se është në SBA, duhet më sigurë për mes Sigurohet që është do për Arbenin, ja? Bashkëpunimit juridik. Arben Selmani, për D2, T2 që po ashtu, policia dhe prokuria, që që kanë gjetë për Enver Sikiraqe në gjykimit të gjene për ta? D2, prejs, tjerët. A për ditë Canolli pajtona se edhe ne ke para pa për me propozu të shmitarë? Abedin Canolli me këta muftu. Po, muftu, ne ke para pa. Që përputhëm me prokurori. Po. Edhe Arben Berishën, është Arbeni, nuk blejon ndërgjegje mas të përmeni, me qenë se kodi i ri procedurës penale. Shto deshta më thonë, po ta shënësoj. Po, me qenë se kodi i ri procedurës penale, nuk e lejon bashkakuzurit që ndigjohet cilësinë e shmitarit. Mirë po, unë gjithmonë nista për ati parimit që për të aplikohet ligji që ka qenë atëherë fuqi. Ka avokati i lypë. Arben Berishën edhe është Emine Zeqiri, tash me që prokuroria deklaruar si dëshmitarja A. Te Emine Zeqiri drejt për tonë në kom lezu hish më lërgë edhe herë, sa të kom lezu të shminë e sajna, aja veç vjen që tu jam në rëftyrën policisë, jam në rëftyrën prokurisë. Po. Edhe mendimin. Mendimin thirët edhe kjo. Të thirët. Të thotë gjitha propozimet sa të i bëjnë që i propozoj prokuroria mi lexu, ju i një për mi ftu. Vetëm Abedini është të plus dëshmitari joni. Të përgjikus pas vlerësimit e propozimit të mbërësve, me argumentin, aprovohet propozimi i mbërësve, avokatit Ram Dresha, pra Agnesa Sardi, po i shkisi dy propozime. Ndojzve avokatit Ram Dresha dhe Agnesa Sardi. Në cilësinë e dëshmitarëve të ftuar që nga kopishtë Arben Selmani, dëshmitari D2 Abedin Canolli, Emine Zeqiri dhe Emine Zeqiri. E për të cilën gjykata do të bëjë përpjekje për të siguruar prezencën e tyre në seancën e radhës shqiptimit gjyqësor. Përveç e dini që për Arben Selmanin është e pamundur se kërkon kohë kjo për mu siguru, mirë për me dëshmitarët jenë mundur me tentu mi siguru në kanaturë. Si shpara shqitin e kurin e të ndërsa për dëshmitarët, Arben Berisha, si që propozu, i cili është
bashkë i akuzuar, në veprën për cilën ngarkohet e akuzuar, i njëjti në bazë të dispozitave të kodit të procedurës penale, nuk mund të ftohet në cilësinë e dëshmitarit. Dhe i njëjti nuk do të ftohet për të dëshmuar në lidhje me këtë çështje penale. Atëherë me qenë se tash e kemi këtë situatë, ne nuk mund të vazhdojmë tutje me shqyrtim gjyqësor. Andaj këto të tona, gjykata nuk mund të vazhdojë me tutje në seancën e shqyrtimit gjyqësor. Për shkak se duhet të ftohen dëshmitarët e lakcikur. Andaj me rëvendim. Seanca e shqyrtimit sotën gjyqësor. S'ki me propozim, Anka? Propozim kështu, janë është për proces është likur, 2 qashtë i kom. Me datën 6/3/2026 e kom tërzu një parashtres, këti trupe gjykus, mbi kundërshtimin e kredibilitetit dhe vlefshmërisë së dëshmisë që i morëm të dëshmitar në pyetje me 27/2/2026. E kom arshiktu edhe këtu me qenë se shpici kos erdhë në situatë që nuk u dha mundësia që pyetën për vrejtit a i kemë as kemë ndaj dëshmire tyne. Edhe në fund krejt, se tash veç e kemë... Jo, po, unë kom kërku këtu që kjo parashtres jetë pjesë e proces verbalit të datës 27/2/2026. Dy dëshmitarve, po, e për çka të njëjtën e kam elaboru. Arsye, mos bjen që i trupi gjykus mbi profesionale. Arsye konkrete. Pse nuk u dha ditë. Pasi që në seancën e kaluar ka qenë fundi orari Orari nuk ka punë. pas mundësi. Po, që të vazhdojmë për dhënien e vrejtjes. Që ti jatë vrejtjet si me parashtres. Po. Kaq. Andaj kërkoj që kjo parashtres Jetë pjesë përbërëse e pjesë përbërëse e proces verbalit të datës 27 të lëndës përkatësisht proces verbalit të seancës 27/2/2026. 27/2/2026. Çështja 2 që kam. Ishtë në sekundë, mos më Po. 27/2/2026. Çështja 2. Shka përveshë? Mbrojtja këtë detyre ka në vërtet vjen keq. Mirë, po gjithmonë e kam ndërdijen time njerëzore dhe profesionale, e kam të regjistruar për rastin konkret, kur një akuzum vjen i lirë e jenë bashkëkryer të akuzum, kërkoj që ti ndërpret masa, ose ma but më thonë ti zëvendësohet masa. Drejtë mbrojtje, i lirë Abdullah, duke propozuar që ndajtë njëtit Ti zëvendësohet masa, pritet masa për regullimit dhe njëtë ti zëvendësohet në me cilën do masë. cilën do masë që vlerësohet. Dorëzani i kemi 100 euro të punu me ende, por edhe shtëpin familjarë ku banon familja është i gatshëm në shtine për të, edhe masa tjera Cilën do masë, do kompleksitet, por një shqitu. Ka prova mjeftë Shumën e caktuar që kemi deponu dhe shtëpin. që ka qenë... Ma nga dole avokat si s'po arriti shumë. Po, Caktuar dhe shtëpin. Akuzon me shklut në unë, i akuzuar. Pa le gjykatës, nuk është vrejtja fundit. E qënë dorën, t'ja po mundësi më konsultu. Nuk ta më hënë kërkush. Po ju në atë njëra shumë. Po avokat? edhe përveç dorëzanis me këto mjete që jënë depënu dhe qka fola, Dorëzanis me ato që u tha më lartë. trupi gjykuse që e ka një orë se pasaportën e ka dorëzume, që ka nëzirë pasi që ju ka mësu
me dorzani tjetë mbrojtje liri, e ka nxerr, edhe vetë ka dorzu. Ju lutëm, kur e kthy me vendim të tapelit atëherë, veç më ka thirrë gjykata nga unë kështu, ky drejt ishte kuptimin telefon drejt në shkuar e mlu vetë, që të më thotë që është i përpik. Më merr mendja, nëse vazhdon kështu, njëri i lirë, tjetri në paraburgim, mos po krijohet një dyshim që ka diçka ose personale, ose ka politike, ose ka diçka që jashtë ligjit. Si që është tha? Mos të teproj më shumë. Faleminderit. Pra në arsyeve që i kemi parashkruar... Gjithnjë, sepse kanë qenë gjithnjë të njëjta. Nga momenti kur e kemi paraqit aktakuzën në gjykat, edhe deri tani arsyeja është e njëjtë. Nëse duhet, moj me lexu me përsërit. Ua për 15 prill, nuk e di sa është kohë e mjaftueshme të di që këta dëshmitar është pak vështirë me siguru për këtë datë. Se nas fillimisht do të miftu edhe njerë me ftesa të rezultata që si kemi ftu asnjëherë deri tash. Më pas me vazhdu me verifikimin e përmes policisë. Mjaftueshme është për dëshmitar, për me provu, po. Mirë, atëherë. Shkështu para se. Lidhur me propozimin e mbrojtësve, trupi gjykues do të vendos jashtë seancës shqyrtimi, siç e dini edhe ashtu është afati shumë afërt i vazhdimit dhe gjithsesi duhet me ulë dhe me vendos Ka proces. Propozimin e ju. Sa e di edhe ky në fillim ka qenë relativ, së koni kapshën. Në rregull. Njëjtët kundita janë me këta, njëjtët. Andaj të rrethona gjykata nuk mund vazhdojnë me tutje siç u tha më herët, për shkak se duhet ftuar dëshmitarët e propozuar, merr atë vendim seanca shqyrtimit sot do të ndërpritur, e radhës do të vazhdojnë me datë 15 prill, ashtu siç ka qenë e caktuar më herët, duke filluar nga ora 9:30. Do të ftohen dëshmitarët e propozuar më lart. Ka mikrofon dhe vogël si kemi qenë.